Zuar pyetjet e radhës. Hoxhi i nderuar, një vëllai i nderuar na ka shkruar dhe ju ka falendëruar gjithashtu për përgjigjet e dhëna, është i interesuar, thotë si mund të më ndihmoni kur ju flasim njerëzve për Islamin dhe për faljen e namazit, ata arsyetojnë me fjalën se jam të zënë. Dua thotë një përgjigje të plotë nga ty në mënyrë që të mund të kem ndikim tek të tjerët. Është e vërtet, fatkeqësisht shumë prej njerëzve kur bisedojmë me ta i flasin për Islamin edhe e konsiderojnë veten musliman, kanë do thot mendime të mira në lidhje me Islamin edhe praktikat islame në përgjithësi. Shohim domosdoshmë që kanë janë do thot kthyer në Islam edhe kanë mendime të mira në gjitha këto, por fatkeqësisht kur u thuhet atyre se duhet edhe në praktik do thot ta manifestojmë do thot këtë pajtueshmëri edhe këtë islam të cilën e bartin në zemrat e tyre, atëherë arsyetimi i tyre është se sikurse nuk kanë kohë, janë të zënë, kanë punë të mëdha ose forma e punës të cilën e bëjnë do thot u pengon atyre që të falin namazin e kështu me radhë, do thot me rregull e kështu me radhë. Themi fatkeqësisht do thot kjo në përgjithësi është arsyetim edhe justifikim i këtyre njerëzve, të cilët në fakt nuk e kanë kuptuar vlerën edhe synimin se çfarë kërkohet apo çfarë është urtësia e faljes së namazit për besimtarin. Prandaj ata krejt atë faljen e shikojnë nga pikpamja se është domosdoshmë një punë të cilën duhet për me e kry, duhet spari të pastrohem, ti pastrojmë rrobat të cilat i kemi, pastaj do thot ti kushtojmë do thot një kohë e caktuar do thot për falje e kështu me radhë, do thot krejt ai vështrimi i tyre që ja bëjnë namazin është vetëm nga ky aspekt, nga aspekti i punëve që kërkohet ti bëjmë. Nuk është domosdoshmë nuk e shikojnë edhe nuk e vështrojnë do thot këtë çështje edhe nga fusha edhe aspekte tjera. Prandaj ju themi do thot këtyre fillimisht arsyetimi se nuk kemi kohë ose jemi të zënë me punë, do thot nuk është e qëndrueshme, për arsye se kemi do thot shembuj të njerëzve të cilët ndoshta kanë shumë